Kur përfundoi namazi I gjenazes, Hazret Mesihu premtuar Islam u nis drejt shtëpisë. Një person I tha: "Huzur, namazi zgjati aq shumë se sa ne u lodhëm. Si ka qenë gjendja juaj?" Domethënë edhe ti duhet të jesh I lodhur. Hazret Mesihu premtuar Islam ju përgjigj: "Çfarë lidhje ka me lodhjen? Unë po I lutesha Allahut, po lypja falje për këtë të ndjerë. A lodhet ai që lyp? Ai që lodhet nga të kërkuarit mbetet pa gjë. Ne jemi lypës dhe Zoti është dhënësi. Këtu nuk bëhet fjalë për lodhje. Kur robi ka edhe pak shpresë, nuk largohet prej atje dhe nuk resht se kërkuari. Kurse shpresat tona që të gjitha janë tek pragu I Allahut të Madhërisëm. Ai është dhuluesi, bujari I gjithëmëshirshëm, mëshirbërësi, më pas është edhe sonduesi dhe I plotfuqishmi. Si mund të imagjinohet lodhja para tij? Tha Mesihu premtuar Islam. Allahu na jep edhe neve aftësinë të falim namazet me këtë mendim. Ne kemi bërë bejat ndaj Hazret Mesihut të premtuar Islam me zotimin se do t'i falim namazet sipas urdhrit të Allahut dhe të dërguarit të tij. Do t'i kemi parasysh mirësitë e Allahut dhe namazet t'i falim duke falendëruar atë për to. Allahu na mundsoft ta përmbushim këtë zotim.